futbollistë që janë në shtete tjera dhe që veprujnë, dhe mendoj që ne nuk kemi asnjë problem edhe në atë drejtim edhe për futbollistë dhe gjitha do t'i vendosim në mënyrë korrekte. Intervistën e plotë ekskluzive për televizionin shqiptar të zotit Fadil Vohri do të mund ta ndiqni së shpejti në ekranin e televizionit shqiptar. Mirë, kemi ndjekur një pjesë të intervistës së zotit Fadil Vohri, presidentit të Federatës Kosovare të Futbollit, dhe unë do doja ta komentonim pak së bashku. Mund që rrezikojmë vërtet me pranimin e Kosovës në UEFA? Çfarë rrezikojmë? Lojtarët, ne si kombëtare, mos na ikin. Nuk besoj. Nuk besoj të rrezikojmë. Mendoj që ata që kanë filluar dhe ata që janë në ekipin tonë kombëtar, do ta çojnë deri në fund. Do ta çojnë deri në fund, e kanë krijuar identitetin e tyre në këtë skuadër dhe besoj se ne kemi shumë futbollistë që mund ndërtojmë edhe 2 kombëtare. Por thash që këta që janë, besoj se do jenë këtu. Portuzi, si e sheh këtë, mund të ketë përplasje? Normalisht do ketë zgjedhje të lojtarëve personale. Po mos harrojmë që mund të ketë dhe prurje nga lojtarët që mund të luajnë, siç mund të luajmë me Zvicrën ose me një kombëtar tjetër, mund të luajmë me Kosovën. Pra mund të bëjmë një kombëtar tjetër që mbas së Shqipëria mund të jetë Kosova, një kombëtar që mund të përfaqësohet dhe në europian ose botror. Në qoftë se do bëhet. Por tash me lojtarët që ka, shoh që tek ekipet e moshave kemi shumë lojtarë që ka një brez shumë të mirë që është me vërtet që mund të bëhen 2 kombëtarë. Mirë, Gëzdari, megjithatë kemi thënë që kombëtari shqiptar nuk është se përfaqëson vetëm 3 milionë, është kombëtarja e të gjithë shqiptarëve, e 10 milion. Duke folë Indriti dhe po mendojshë që... Ndërkohë shohim dhe golat e Salit që është kthyer përsëri te goli, ka shënuar një dopjet. Po mundi. Më vjen mirë për Salin, sepse është një lojtar që meriton se ka vlera, kështu që më vjen mirë që po rikthehet dhe bravo. Po, unë do të thosha, duke folë Indrit Ferduzi tashti, edhe po mendojsha sa shumë tu do jetë që kemi 2 kombëtare, sepse ose të bijem në një grup, se mund të ndodhi që shorti të bëjë që ti t'jesh në një grup. Për shembull, sepse ata, supozojmë nëse në shortin e ardhshëm mund të futen, ata futen me minimalen. Dhe do të dalin ke vazo e 5. Kurse ne jemi ke vazo më lartë. Dhe mundet bi, ka probabilitet që të bi me një do t'ishte vërtet jo e bukur. E bukur ishtë nuk do ishte, por ka i gjo që o të na i lejnë ata, o të na i jalem ne dhe i bëjnë të më pikë me njëri tjetrin, kështu që ka një fatë. Me gjithë kjo nuk është në një diçka, do thoja, shumë e pamundur, sepse edhe që është shtetet bashkësit, që është për shembull Çekia me Slovaki, kanë qenë bashkë dhe kanë luajtur më pas. Maqedoni, Serbia, është tjetër gjë lidhja midis Çekisë dhe Slovakisë dhe një komb janë, po paktën Shqipëria ka vuajtur këtë coptimin, kështu që ka tjetër gjë, domethënë shqiptarët të gjithë do të bëjnë tifozli jo vetëm për kombëtar shqiptar, por edhe për kombëtarën kosovare. Është si thua është natyrshme. Të bësh tifo për 2 kombëtare një herësh. Një komb me 2 kombëtare. Një komb me 2 kombëtare. Jo, e bukurat s'mund të ndash asnjëra nga tjetra. Unë përfitëroj tashi kur bën hymnet aty, edhe të 2 skuadrat knojnë hymnin e parë, jo të dytin. Edhe Greqia me Kipër ka një hymn, po janë 2 shtete të ndara. Një hymn këndojnë. Jo, po ne kemi 2 hymne. Kjo është vetëm një hymn. Histori tjetër. Kosova ka hymn tjetër. Mirë. Do ta mbyllim këtu. Me hymnin ton do dalin ata, mendoj. Do ta mbyllim këtu. Do dalin. Mendon ti? Ndeshjet përfaqësuese. Do jetë vetëm ky hymn. E mbyllëm. Mirë, ju lexoj përballjet e javës së ardhshme, javës së 34, Apolonia Elbasani, Vllaznia Laçi, Flamurtari Partizani, Tirana Skënderbeu dhe Teuta Kuksi. Mos harroni nesër në orën 18:30, në fakt sot me kolegun Enos Karço në emisionin e Hëna Sportive dhe me të ftuarin e përhershëm Sajmir Demi, do të flitet për ngjarjet në kategorinë e parë, por edhe për finalet e basketbollit. Ndërkohë të martën në orën 21:30 mos harroni emisionin për te futbollin me golshënuesi më të mirë të Superligës shqiptare
me Pero Peqin, pra do t'jetë personazhi i radhës emisionit Përtej Futbollit, ndërkohë mos harroni që do t'jemi me derbin e 4 për këtë sezon Partizani Tirana në ekranin e televizionit shqiptar. Së bashku do të jemi që në 20:30 për të dhuruar emocionet përpara derbit dhe më pas do t'jemi dhe në fund. Deri atëherë kalofshi sa më bukur.